Rezar Kthupin, mirë se erdhe. Faleminderit. Mariglen Kume që më asiston, faleminderit Mariglen. Dhe do ta nis me garën për kreun e Partisë Demokratike. Kthupi, s'kam pyetje se e dim çka ka ndodhur. Nuk ka garë. Me gjithë respektin për pyetjen, po garë nuk ka. Ka procedurë, procedura do përfundoj me një rezultat dhe gati plebiscitar me fitoren e Sali Berishit. Mariglen, tani. Jo, Kthupi e tha që nuk ka garë, sepse edhe zonja në fjalë, të cilës e vetmja që ju pranuan dokumentet, edhe ajo do skualifikohet sepse nuk plotëson kriteret dhe do shkojmë më 23 maj me vot besim ose me referendum. Do në një farë mënyrë që pranoni apo jo që jem kryetari PD-s, Zoti Berisha, do jeti vetëm, nuk do të ketë po çfarë ishte Mariglen gjithë ky procesi që bën? Disa që nuk se ne ndoqëm, ne kemi ndjekur së bashku, thuaj se ti ke qenë gjatë gjithë kohës live, mbyllet, hapet, afatet, kriteret, dosje që lihen tek roja, pastaj jo me protokoll online, pastaj që një ditë I gjithë kjo gjë ka qenë. Nuk na la një shihet mirë. E gjithë kjo gjë ka qenë një proces qesharak, të cilin e është vlerëson të gjithë ata aksion që ka një vit Partia Demokratike e bën për farsën elektorale, sepse ti duhet ta nisësh shembull nga vetja fillimisht dhe në momentin kur nuk ke një proces zgjedhor, pa ke një proces qesharak që nuk merret vesh i pari i fundit dhe shkon me vot besim ose nuk del asnjë kandidat përballë ose edhe ata të cilët bëjnë sikur duan të dalin përballë ti i përjashton, atëherë këtu kemi kot edhe ankohesh për kundërshtarin politik të madh. Sepse ç'a ndodhi? Ishte firmosur ky vendimi për afatet për kriteret e kandidatëve që më 13 mars. Ndërkohë bë publik vetëm 29 prill. Dhe ndatë 30 prill përfundoi afati në orën 12. Dhe pastaj nuk pranonin asnjë nga kandidatët, por edhe sikur të kishte patur ndonjë të rregullt, siç ishte për shembull Merenja, zonja në fjalë, doktoresha, shkoja aty dhe nuk kishte një protokoll ku të linte dokumentat. Pra, do inventarizohen, do protokollohen, ka një numër protokolli, kemi të bëjmë një institucion, pra me një parti serioze, partia më e madhe opozitare, partia e dytë, pra partia e cila aspiron që të rrëzojnë këtë parti që është në pushtet për të marrë qeverisjen e vendit. Kështu që nuk ishte protokoll, nuk ishte asnjë nga anëtarët e komisionit të kokohes së famshme që është brenda Partisë Demokratike, sillet dhe leri dokumentet e recepcioni. Dhe recepcioni i ngatroi me disa tjera i hodhi, çau pa pastaj. E marrë rast hipotetik, sepse ti aty s'ka i kompetencë për ai se ka për detyrat punë, kupton? Dhe në momentin kur s'ki një numër protokolli, edhe institucioni thotë, jo, mos nuk kanë ardhur që s'kam gjë të protokolluar, kështu që e zhvlerësoi totalisht. Por ka një gjë, Aida, që ata do duhet në fakt, do duhet ta kishin bërë se këtu kështu po luhet, topin e ka mund, penalltin e gjuaj vet. Dhe duke qenë se Zoti Berisha me këtë statut që ka Partia Demokratike tani nuk i lejohet të kandidojë, sepse humbi zgjedhjet dhe në statut ashtu e kanë. Nëse e respektojnë? Sigurisht, do duhet që të mos ishte më kryetar, të kishte dhënë dorëheqjen dhe nuk ka të drejtë kandidimit, paktën sipas statutit aktual që ka, dhe nuk do duhet ishte. Por, dakor, do shkojnë me referendum, që ta bëjmë me referendum, ta kishin thënë që në fillim që do shkojmë me një referendum për të marrë vot besimin nëse duan apo jo që ta drejtoj unë dhe të mos bëjmë sikur bëjmë procese, sepse neve i kemi sytë në ballë, njerëzit e kanë vëmendjen aty dhe e shohin që nuk është një proces normal. Kthupi, çfarë na tregon tani për funksionin e partisë? Apo ti nuk je i surprizuar nga i gjithë kjo? Se mendoj që i gjithë kjo procedurë, le të themi, mos deklarimit vendimit në momentin që u vendimi merret, deklarimi vendimit 24 orë përpara se të praronte afati. Mos pranimi dokumentacionit, se ka procesin, më thënë, dokumentacioni mund dorëzohet në disa forma. Nuk ta pranoj fizikisht, dërgoj elektronikisht, më flasim për procedura
Që i bën sot KQZ-ja. Po, që nuk ka nevojë të bësh procedura të reja, se po thyem tabut, po, dhe kopjosh modelin që ndjek KQZ-ja dhe je shumë rregull. Dhe KQZ pjesë dërmues dokumentacionit e dërgon fillimisht elektronikisht dhe pastaj mund ta çosh fizikisht. Por krijohen mekanizmat e aksesit. Ajo që tregohet është që kufiri është për të mos lejuar kandidimin. Dhe mos lejimi i kandidimit nuk ka lidhje me rezultatin e zgjedhjeve apo me procesin e votimit. Ajo që mendoj është ka lidhje më shumë me mbylljen e atyre që do të ishin hapësirat ligjore që kandidatët pastaj kundërshtonin procesin e votimit një gjykatë mundshme. Sepse për të shkuar në gjykatë ti duhet legjitimohesh fillimisht si kandidat, që do të thotë duhet të regjistrohesh ose duhet pranohet dokumentacioni si kandidat dhe në ky moment do të krijonte procesin e qenit legjitim për të drejtuar gjykatës. Fakti që asnjë nga kandidatët që ishin potencialisht rival të Berisha nuk pranohet dokumentacioni, nuk gjehet mekanizmi për ta depozituar dokumentacionin. Dhe në ato moment do të merre një vendim nga KOKOE dhe KOKOE ky vendim pastaj do të krijonte legjitimitetin për shkuar në gjykatë. Në procesi është për të mos lejuar në asnjë formë që ky proces votimi që do të ndodhë fund majt të atakohet në rrugë gjyqësore. Dhe kjo është mbyllja përfundimtare jo vetëm me procesin politik zgjedhje, por edhe procesit ligjor të mundshëm që do ta cënonte procesin zgjedhje. Në këtë pikë shkohet pastaj tek ai që është referendumi, dhe referendumi ka një qëllim të vetëm. Referendumi ka një qëllim për të zhbërë këtë mitin e kryetarit që duhet t'jap dorëheqjen se ka humbur zgjedhjet. Ky është qëllimi final. Kemi sot një diskutim që Sali Berisha nuk mund të kandidojë sepse është person që ka humbur zgjedhjet në cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike dhe statuti nuk e lejon. Duke quar Sali Berisha si të vetmin kandidat me referendum, ti për efekt politike e ke prishur këtë nën statut, e ke hedhur poshtë nën statutit me proces votimin, cilin gjithë antarësia e PD-s do të zgjedhë dhe do të bëjë referendumin duke rizgjedhur Sali Berishën kryetar partie. Tani, dhe është kuptojmë politikisht, dakord, kjo është një proces, po politikisht, çfarë ndodh në bazë, çfarë ndodh me një subjekt që jep këtë mesazh? Do rrudhet. Po edhe sa, dakord. Po do rrudhet, kthehemi ke kush është objektivi i atij që drejton PD-n. Nëse objektivi është që ti të vish në pushtet, ti pretendon të përzgjedhësh ajkën e antarësisë PD-s dhe kjo ajkë të jetë forca drejtuese që drejton partinë në një proces të arshëm zgjedhor. Qofse ti qëllimin e ke që këtë parti ta bunkerizosh në një grup besnikësh që i binden verbërisht çdo urdhër apo çdo vendimi që merr njëshi i partisë, kjo është rruga e dur. Partia Demokratike ka kohë që ka hyrë në këtë rrugë, në rrugën në cilën vendimet i merr gjithmonë vetëm Berisha, mendimet i ka gjithmonë vetëm Berisha, idetë i ka gjithmonë vetëm Berisha dhe pjesa tjetër vetëm është pjesë zbatuese. Ti nuk ke sot në Partinë Demokratike një mekanizëm të brendshëm, që do ishte mekanizëm strukturor, Këshilli Kombëtar, Kryesia e Partisë, grupi parlamentar, i cili ka objektiva politika apo mendime politik. Del Berisha i deklaron mendimet politik dhe gjithë pjesa tjetër vetëm zbaton vendimet që thot Berisha. Nuk është më parti politike në kuptimin real të partisë politike. Po ja, më lejo ta shikoj në një vështrim tjetër. Gjithë kjo që ndodhi, a mund të kthehet në një revolt me Salianin e me të tjerë që mund të jenë aty me bazën që po përjashtohet revolta ka nisur në Partinë Demokratike ka kohë. Ajda, por shiko, po të kesh kuptosh natyrën, po themi se si reagojmë në shqiptarët. Kemi pak kënaqësi ndaj qeverisjes. Kemi 1 milion shqiptarë të cilët kanë ikur nga vendi. Pra nuk e kemi bërë luftën brenda, por zgjedhim tikin. Ka pak kënaqësi brenda Partisë Demokratike. Shohim që mori 2 mandate, po them, Agron Sheaj. Nga demokratët janë ata, janë vota demokrate, nuk janë vota të Adriatik Lapaj, po nga ata e morë. Pra, revolta ka ikur, sepse nga votuesit e Partisë Demokratike kanë ikur ata. Dhe në zgjedhjet e ardhshme do të shohim që do kemi një të kurrje edhe më të madhe me gjitha këto veprimet, sepse ne kemi lista antarësie të kurrur të Partisë Demokratike, listat e reja të bëra. Strukturat e Partisë Demokratike, po themi këto njësitë vetë qeverisjes vendore, po them të Partisë Demokratike, nga seksionet, grup seksionet e tjera. Kemi të kurrje të këtyre seksioneve, për një numër më të vogël tani. Dhe duke bërë këto veprime politike përjashtuese në një farë mënyrë bunkerizim të partisë, duke e cilësuar që shiqur që është vetëm zoti Berisha, se pastaj Partia Demokratike do shpërbëj, është shumë e vërtet dhe të gjithja din meritat zotit Berishës që ka, po them, kapitalin më të madh në Partinë Demokratike,
por ama që të gjithë e kanë kuptuar, edhe ata të cilët e ndjekin, por edhe ata të cilët janë deputet, që me zotin Berisha nuk arrin do të vinë në pushtet. Qoftë për çështjeve biologjike, por edhe të kauzave që ndjekin. Për Marë Saliani tani dim që ka nga ata që mund t'i bashkojnë ato zërat e lëkundur që u panë fillimisht me të, ose ishin miq që vizitonin në burg dhe pastaj e lanë vetëm me njëherë. Jo, nuk do të ndodhë edhe për pak kohë, Ajda, ka diçka. Pas zgjedhjeve për kryetarin e partisë, më 30 maj do të jetë kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike dhe pastaj është kjo procedura për riformatimin ose për zgjedhjet brenda partisë. Pra, deri nga qershori e në vijim, do jenë gjithë me shpresën që të mos bëjmë zë, se mbase marrim një post në parti, një post jo nën kryetar, jo sekretari përgjithshëm e të gjitha me radhë. Pra, këto poste drejtuese brenda Partisë Demokratike. Në të tillë formë do jetë një heshtje deri në këto. Mbase kur bëhet i gjithë ky proces, kur përmbyllet i gjithë ky procesi, atëherë mund të kemi të bëjmë me një lloj, po themi mbase një përshfaqje të një revolte tjetër, por e shoh të, po them, të pamundur këtë gjë, të paktën me situatën me antarët, me deputetët të cilët janë tani në Partinë Demokratike, sepse njerëzit e kanë bërë zgjedhjen e tyre, kanë filluar të ikin. Ikin pa zhurmata se ata janë antarë, nuk është se janë presin të marrin funksionin parti. Por kur e shohin që kjo parti nuk ka perspektivë dhe bën çdo lëvizje për një grup të ngushtë, për interesat e një grupi të ngushtë, atëherë ata largohen dhe janë larguar. Partia Demokratike nëse do të qëndrojnë, po them, forcë e dytë, jo me makinacione të ndryshime në kodin elektoral që mund të bëhet, që janë në diskutime, por me vullnete të qytetarëve duhet bëjmë veprime për të zgjeruar, për prurje të reja, për gjitha këto. Çka që deri më tani nuk e ka treguar të paktën. Nuk ka frym sot në PD për të, jo për kryer fraksione, ose për të imponuar? Apo nuk kanë vullnet? Nuk është që ka një historik PD-ja me fraksione. Nuk ka ndodhur ndonjëherë PD që të ketë fraksione. Kemi historikisht PD-ja ka pas një monolizëm në raport me qendrimet politike, i vetmi fraksion hipotetik që mund të diskutojë, mund të ishte i zotit Pollo, në vitin 98, po fraksione reale politike brenda partisë nuk ka pasur kurrë. Ka pasur rryma interesash, po jo fraksione. Fraksioni nuk kupton që të kesh platformë politike që është ndryshe nga ajo e shumicës së partisë, po nuk ka pasur ndonjëherë në rast të tillë. Dhe një parti që nuk e ka në historikun e saj, krijimin e fraksioneve është vështirë të kthehet dhe të gjejë këtë formën e fraksioneve. Pastaj ki parasysh një gjë që PD është drejtuar gjithmonë nga Berisha. Berisha nuk ka lejuar ekzistencën e fraksioneve. Kushdo që dilte jashtë qëndrimit zyrtar ishte armik dhe automatikisht dilte jashtë partisë. Kërkon tolerancë brenda partisë, kërkon debat. PD nuk ka debat. PD nuk ka ide. Po pësëja? Po njësoj më është se nuk është, se në flasë për PD, pësëja është njësoj si PD. Nuk është që ka një diferencë. Janë dy pasqyrime si motrat në gjendje pasqyrë, në dy anë të njëjtës monedhe. Nuk është që PS-ja është sot një parti e demokratizuar dhe PD-ja na bjen sy se është çuditërisht jo e demokratizuar. Të dyja partitë janë njësoj. Të dy kryetarët e partive kanë të njëjtin vullnet për ta qëndërzuar pushtetin tek uni, kështu që nuk është që ka një diferencë madhe. Problemi është që PS-ja këtë deformim e korrigjon nëpërmjet pushtetit politiko-administrativ që ka. Dhe qenia e kryeministit mbush këto boshtëqet e nevojave për demokratizim brendshëm. Ndërkohë që PD-ja është sfidanti, dhe sfidanti duhet sjellë gjithmonë risi, duhet sjellë gjithmonë ide të reja, duhet sjellë gjithmonë figura të reja. Sfidanti në këtë rast është më keq se sa i sfiduari që është PS-ja. PS-ja mirë apo keq krijon rotacione duke veshur njerëz që i kanë pushtet administrativ duke i veshur me pushtet politik. Ndërkohë që në PD, është një stagnacion total. Këtë njëjtat figurat në 15 vitet e fundit që qarkullojnë në elitën politike të partisë. Dhe ky është problemi. Ne duhet merrem me sfidantin, sepse përsa kohë sfidanti nuk është në gjendje të prodhoj politik, prodhoj imazh, do jetë e vështirë pastaj që të mundi këtë partinë tjetër që është në pushtet. Ajo që ndodh në PD është ngrim, kanë ngrirë të gjitha gjërat, nuk ka një diskutim. Do filloj procesi për zgjedhjen e kupolës drejtuese të partisë dhe ne nuk e dim kush do të jenë garuesit. Garuesit do shpallën gjithmonë 24 orët e fundit, kandidaturat për pozicione do shpallën gjithmonë 24 orët e fundit.
dhe do mbeten pasaj pjesë e intrigave të brendshme të votave. Kështu që nuk ka zhvillime, ka ngjarje. Pra, edhe në PD dhe në PS, gjitha këto që ndodhin janë thjesht si thishte ajo, nuk ka janë thjesht ndarje, si ishte. Po, si ishte në funksion të njëshit, në thjesht hajde garnitura ke njëta pjatë, ke njëta gjellë. Shiko, unë e shoh pak ndryshe situatën midis PD-s dhe PS-s. PD-ja tani është zhvendosën atë cepin e vet dhe bëjmë gjithçka për njëshin, siç e thotë Rezi, ndërsa në Partinë Socialiste ka diçka tjetër. Unë e shoh në Partinë Socialiste si një lloj pa them kryengritje të deputetëve për shkak të mënyrës së ndarjes së pushteteve brenda Partisë Socialiste. Sepse në Partinë Socialiste që ka 83 mandate të vetët, po themi, deputetët janë niveli përfaqësues, por ata janë të pakënaqur me po them pushtetin të cilin i ka me pushtetin që i ka lënë kryeministri Edi Rama. Ata ndjen të pafuqishëm përballë drejtorëve, të cilët emërohen drejt për drejt nga kryeministri dhe në këtë kushte ata e kanë kuptuar se kryeministri zoti Rama si kryetari i Partisë Socialiste ka bërë këtë me qëllim që sa herë që të ketë zgjedhje të ndryshojnë apo pra të mos kenë një peshë elektorale ata, po gjitha lidhet me fitoret, lidhet me figurën e tij. Edhe me siglën. Me siglën dhe me figurën e tij. Ndërkohë që deputetët kanë kuptuar që po lihen si të pavlerë. Është fjalë e madhe, edhe pse ti e the në thonjza, u kujdese, po që lëvizje, ka një lëvizje, po kthehet ajo në lëvizje? Mund të maksimizohet? Elisa Spiropali ka dalë, po them, me shpatë në dorë, pra ka dalë hapur. Por personat, deputetët të cilët janë të pakënaqur pikërisht me këtë gjë që... Ka të tjerë pas do thoshte? Elisa nuk ka. Pra Elisa është vetëm atë, po them deputetët janë në masë ata të cilët dhe kanë filluar të shfaqin të. Po të kesh parasysh në një nga mbledhjet ishte Zoran Goxhibelli, pra e ASHK-s. Dhe në debatin që ka qenë atje, të gjithë deputetët kanë qenë të surprizuar për mënyrën se si ju është drejtuar, pra drejtoresha, pra ata janë ndjerë të disrespektuar, pra po themi, dhe të nënvlerësuar. Shmarë mbrojtje nga kryeministri. Dhe u morë mbrojtje nga kryeministri, po kështu ka me disa drejtorë, po themi. Që konsiderohen të paprejshëm. Dikush më tha që në momentin që ishte kandidate për deputete, edhe një person që sot është deputet i Partisë Socialiste, ka paguar lek në hipotek për të legalizuar një pronë të tin. Këpëton, në këtë kontekst është shqetësim real që ekziston brenda deputetëve të Partisë Socialiste. Dhe në momentin... Presupozohet që ata do të kërkojnë llogari për elektoratin, do të përcjellin shqetësimet e qytetarëve. Edhe për këtë, por po them, krahasimi që bërën, pra kur pagoj lek për të marrë hipotekën për pronën e tij, ç'a ndodh me qytetarët? Ajo që duhet kuptoj është, edhe për të këtove, a mund të kthehet në lëvizje Spiropali, apo është një zë që do të shkojë, se që kanë shkuar ata që kanë guxuar t'i dalin kundër? Ne, unë mendoj që është në fillimet e saj. Dhe në qoftë se ti do të flasësh me, le të themi, simpatizantët o bazën e Partisë Socialiste, do shikosh që Zoran Spiropali ka efekt. Nuk është personi që nuk prodhon efekt. Baza poshtë është ajo që do të kesh parasysh një që ka një ndarje të rëndësishme brenda PS-s. Është një ndarje ndërmjet rilindjes, që është pjesa jo socialiste, jo, le të themi, e pastër socialiste, është një pjesë që është atashuar në PS për shkak të pushtetit, pjesërisht e solli Rama, kur erdhi vetë në krye të PS-s, për të luftuar atë që ishte pjesa ideologjike e vjetër e PS-s, dhe bazës që është baza ideologjikisht me Partinë Socialiste. Por mundim sot ne do të bëjë emra që mund të jenë që mendojnë si Spiropali, për shembull, a mund të jetë Fatmir Xhafaj, a mund të jetë Gramoz Ruçi, a mund të jetë, nuk e di, ka... Unë mendoj që ka një betejë brenda PS-s që lidhet me një aspekt shumë të rëndësishëm. Sot që flasim, mënyra se si, ajo që artikulon dhe Zoran Spiropali, që mënyra se si zoti Rama po e menaxhon pushtetin,
po kthehet një kosto për Partinë Socialiste. Po, kjo është argumenti kryesor që ajo... Dhe, më thënë, grupimet që po përvijohen brenda PS-s është grupimi atyre që kanë një lidhje emocionale me Partinë Socialiste dhe si tillë kërkojnë të shpëtojnë partinë nga pushteti administrativ, dhe pjesës që është pushteti administrativ që kërkon të vazhdojë ta vjel Partinë Socialiste për të benefitet që i prodhon pushteti administrativ. Kjo është ndarje e madhe. Dhe zonja Spiro Pali dhe Zoti Braça, janë që, më thënë, Zoti Braça është socialist shumë herë më dok se sa zonja Spiro Pali, por të dy po përpiqen të kalërojnë këtë dallgën e pakënaqësisë që ekziston në bazën e Partisë Socialiste për të fituar pastaj gravitet politik. Ti duhet ta krijosh lëvizjen, duhet të fitosh gravitetin politik që të arrish në një përballje të mundshme me zotin Rama. Dhe betejë po zhvillohet poshtë, ndonse ne nuk e shikojmë. Betejë po zhvillohet ka ata që janë njerëzit që nuk kanë lidhje me pushtetin e drejtë për drejtë PS-s, por që janë votuesit e zakonshëm të PS-s. Dhe nëse në këtë bazë zonja Spiro Pali do fillojë të krijojë gravitet, atëherë do kthehet një problem real për zotin Rama. Ka emra sot që mund të jenë mbështetës Spiro Palit dhe që mendoj se Spiro Pali? Braçën përmendi, ndërkohë dje mu përmend në studio... Nuk mendoj që Braça është mbështetës. E kuptoj, po ka si frym, ka e kuptova. Po përpiqen të vjelin të njëjtin produkt nga baza e Po që kjo nuk do PS-s. thotë që ata në një moment nuk mund të bëhen bashkë, sepse gati kanë një shqetësim të shprehur, por jo se janë bashkë sot. E kuptoj Po logjikën. përpiqen të krijojnë le të themi lëvizjen ideologjike, se kush do ta drejtojë pasaj lëvizjen ndërmjet. Dhe a do bëhet lëvizje ose ndoshta Kjo është pjesa më e rëndësishme. Kemi të hënën grup edhe ajo që pritet me shumë interes është nëse do të ketë një masë në përjashtimi apo jo, sepse në mbledhjen e fundit të grupit me qeverinë që ishin e përbashkët, zoti Rama i tha që dyert e kam toleruar, të tretën i e përjashtuar. Ajo reagoi pas të tretës, kështu që madje duke e sfiduar më përjashto. Tani mbetet për të parë. Vetëm apo mendon që mund krijojë lëvizje, frym, revolt që përmendë në thonjza? Shiko, nga socialistë, pra nga pjesa bazës, nga qytetarët, mund ketë njerëz të cilët mendojnë si ajo dhe të cilët e mbështesin. Por për ta materializuar këtë lëvizje është shumë e vështirë për shkuar që ta materializojë si lëvizje. Sa i përket me deputetët, po them në rangun e saj me ligjvënësit, nuk besoj që... Kur them nuk besoj, e kanë të bazuar në informacione. Nuk mendoj që ka një mbështetje për këtë pjesë. Ajo e ka shprehur si shqetësim. Nuk mund të ketë në këtë moment. E ka shprehur si shqetësim edhe në debatin që ka bërë me dyert mbyllur me zotin Rama, që po të kishte më shumë njerëz politik që të kërkonin të shpreheshin më votë, do të ishte situata më ndryshe. Dhe pra, ajo ndihet e vetmuar, madje kanë shumë të vështirë edhe për të takuar njerëzit, vinë vetë me parlament, nuk... Taksi e pam. Po, nuk, me taksi ishte te grupi parlamentar, po edhe kur vjen në parlament, pra i ka... është e vetme, qëndron e vetme, nuk para e përshëndesin. Është kjo stigma që i bën në momentin ku ka përballjen me kryetarin e partisë. Ka patur edhe debate me deputetet e tjerë, se sigurisht edhe këto deputetet e rinj për t'i rënë në sy kryetarin në fakt e bën këtë pjesën. Por thash, nuk besoj që të materializojnë për të patur një lëvizje të sajnë brenda Partisë Socialiste dhe sigurisht pritet me shumë vëmendje për të parë se qa vendimi do marri zoti Rama, nëse do ta përjashtojnë në grup, do ta hedhin në grup si diskutim për ta përjashtuar apo jo? Dyshoj. Nuk do ta bëj, thua ti? Nëse do të arrinte ke nivelli përjashtimit, do të krijonte një kundërshtar të deklaruar. Edhe ka problem Rama këtë, ka treguar që ka problem? E ka problem. Qasjen e ti? Ndryshe nga çdo moment tjetër brenda jetës politike të Ramës, sot Rama është më i dobët politikisht. Nuk është më Rama që kishte forcën. Është i dobët se ka po e mbysin protestat e PD-s? Ja, protestat e PD-s vetëm e shëndoshin Rama, nuk e dobësojnë. Atëherë ti shikon që problemet e brendshme janë shumë herë më të mëdha se dalë sipërfaqe. Rama është i dobët politikisht për shkak të ngjarjeve që kanë rridhur nga nëntori në vijim. Rama pati një moment dobësie shumë të madhe në shkurt kur erdhi përfaqësuesi gjerman që bëri një koment shumë politik në raport me gjendjen e Dosis Balluku. Nda ishte koment që kërkonte zgjidhje politike dhe jo zgjidhje ligjore, cilin Rama e refuzoi, dhe këtu fillon edhe
ndasia e madhe në midis Ramës dhe Spiropali. Zonja Spiropali mbajti një qëndrim që ishte koherent me kërkesat e faktorit ndërkombëtar, ndërkohë që Rama bëri krejtësisht kundërtën. Dhe kjo është dobësia politike që ka Rama në këtë moment. Pse? Sepse nëse ti do t'i kundërvihesh faktorit ndërkombëtar, pavarësisht se mund të jesh interlokutori i vetëm, se ka betejë zhvillohet në disa plane. Por shumë kohë Rama ka qenë interlokutori i vetëm ose bashkëbiseduesi i vetëm i ndërkombëtarëve në Shqipëri. Për aq kohë sa Berisha nuk mund të futej fare në këtë diskutimin e qenit një bashkëbisedues. Zonja Spiropali në kushtet që qenë ministre e jashtme filloi të ndërtonte një bashkëbisedues të dytë. Dhe pushteti i Ramës, pushteti politik i Ramës varri pikërisht nga fakti i qenit bashkëbiseduesi i vetëm i ndërkombëtarëve. Në momentin që do të krijohet një bashkëbisedues i dytë edhe brenda Partisë Socialiste, pushteti i Ramës do fillojë të zvoglohet. Dhe zonja Spiropali, kjo ka qenë lëvizja taktike që është bërë përpara se të vinim ke kjo betejë publike ndërmjet Ramës dhe Spiropalit. Betejë publike është produkt i veprimeve të zonjës Spiropali. Ndërtimi i një bashkëbiseduesi i dytë i cili është koherent apo që mban një linjë qëndrimi është koherente me ato që janë kërkesat e faktorit ndërkombëtar, është dobësimi i parë i Ramës. Nëse Rama sot do të shkojë do ta përjashtojë, do të krijojë një faktor praktik. Në ka pas një person politik i cili ka pas marrëdhënie të mira ose ka pas komunikime me ndërkombëtarët, po them më shumë se sa Elisa Spiropali edhe në kuadrat e detyrës së tij ka qenë Ditmir Bushati. Dhe pasi u më njanua Ditmir Bushati, e shohim që po bëjmë që sigurisht figura, personaliteti i Ditmir Bushatit në krahasim me Spiropalin ka qenë vite dritë larg nga njëri tjetri dhe prapë edhe Ditmir Bushati nuk arriti që të bëjë diçka. Shumë dakord me ty, por po flasim për dy momente krejtësisht ndryshme në kohë. Ditmir Bushati ka qenë ministër i jashtëm në vitin 2016. Rama ishte në kulmin e pushtetit ti politik brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Ka ndryshuar pra qasje Sot dhe që flasim, Rama është kryetari i një qeverie e cila po provohet çdo ditë që është një qeveri që ka probleme me ligjin. Dhe ky është problemi që ka Rama dhe prandaj qenit interlokutori vetëm e bënte shumë të pushtetshëm sepse ndërkombëtarët pavarësisht korrupsionit që ti ke sot në qeveri, pavarësisht problemit ligjor që qeveria ka, nuk kishin bashkëbisedues tjetër. Do detyroheshin të diskutonin gjithmonë me Rama. Ndalim pak tek Akshi, sepse dua që dhe njëherë të sjell në vëmendje një nga ndosjet më të nxehta, këtu po edhe që realisht her pas here na sjell në vëmendje jo vetëm pasazhet, mënyra se si bësh korrupsion dhe si kontrolloheshin pushtetet, por tashmë jemi në kushtet kur pasuritë janë sekuestruar. A mendon se këto pasuri do shkojnë drejt konfiskimit? Çfarë ka treguar historia dhe duke parë kë kemi përballë? Sekuestrimi është hapi i parë. Po. Është hapi i parë i bazuar mbi prova. Sqarojmë për qytetarët, sekuestrimi nuk ndodh me një vendim të prokurorit. Prokurori të detyruar të shkojnë në gjykatë, gjykata do ta miratojë sekuestrimin. Është proces i gjithë që e fakton. Që do të thotë gjykata ka vlerësuar që ekzistojnë prova të mjaftueshme që të vendosim sekuestrin. Nëse do të shkojmë drejt konfiskimit, konfiskimi ka lidhje pastaj me gjithë procesin penal. Ajo që po vihet të re është që nëse ka një hetim të mirë ose më të mirin të mundshëm, unë gjykoj që hetimi në raport me dosjen e Akshit është hetimi më i mirë i mundshëm që ka bërë deri më sot SPAK-u, ndër nga niveli i hetimeve të tjera që kemi parë. Ndaj të njëjtin mendim. Në aspektin në nivel provash edhe në nivel kapaciteti hetimor, hetimi me Akshin është hetimi më i mirë që ka bërë SPAK-u deri më sot. Asnjë nga dosjet e tjera, qoftë ajo e Metës, e Veliajt, në këto që flasim janë dosjet e mëdha, nuk ka pasur asnjëherë një nivel hetimi të njëjtë me Akshin. Dhe niveli e hetimit bën pastaj besim plot në përfundimin që jo vetëm që këta njerëzit do dënohen, po dhe gjitha pasuritë pasaj që sot janë në sekuestër do të konfiskohen sepse do të vërtetohet që janë produkti veprimtarisë kriminale. Dhe në këtë pikë unë e shikoj shumë pozitivisht vijimsinë. Jemi në gjendjen kur jemi në gjendjen e sekuestrës, por dhe vijimsinë në raport me konfiskimin dhe kalimin këtyre provave në favor të shtetit e shikoj pozitivisht. Qartë. Po, Mariklin? Unë kam përshtypjen nga ajo çfarë kemi ndjekur që do të zgjerohet edhe më tej si personat të cilët do të përfshihen në të, por edhe pasuritë, po themi të cilët... Se që shkojmë te kjo që thua ti, unë duhet pyes tjetër. Duhet them, a u pastrua, sa është pastruar? KBP-ja, që ka gjithat enderat, policia, që ka dalë aty në Aksh? E para njërë edhe vetë institucioni më. Akshi, a është pastruar nga njerëzit e grupi strukturuar kriminal që në dosje na dilnin që nga mënyra se si orientoheshin
tenderat, si firmoseshin edhe pa dieni, por si punsoheshin? Se duhet bëjmë të pyetje njëherë. Pikërisht. Dëshmia e ish zëvendës drejtorit të Akshit, pra zoti Daniel Shima, ka quar në një stad tjetër, po themi, të hetimeve. Deklaratat të cilat ka dhënë ai, pra dosja është shumë diskrete dhe nuk kanë dalë shumë detaje rreth kësaj. Po, se jemi vetëm në faza e parë, pa u shtu këto akuzat e tjera, që të kemi detaje. Informacionet të cilat kanë rrjedhur nga pak është që ai ka dhënë detaje, ka hedhur dritë mbi personat të tjerë, institucionet të tjera të përfshira në këtë proces, duke përfshirë që nga KPP-ja, që nga DSIK-ja, ku ishte mekanizmi ku jepeshin certifikatat e sigurisë dhe përmes certifikatave të sigurisë paracaktoi fituesi sepse përjashtoheshin gjithë konkurrentët e tjerë, po them shërbimi informativ ka pas informacione të tilla që është i përfshirë në të dhe sipas të dhënave që vijnë nga SPAK ka hetime edhe për këtë pjesë. Pra, ka persona të tjerë të përfshirë në këtë KPP-ja, patjetër që është të KPP-ja në fakt ka dalë që në pjesën e parë të dosjes së Akshit, ku thuhej që personat të cilët kishin marrë peng Geron Meçën kishin komunikim të drejt për drejt me një person në KPP, të cilët i thoshin nëse është bërë vërtet tërheqja e ankimimit nga tenderi për katës apo jo. Në këtë kontekst, këtu e kemi pas të dhënë dhe ka qenë pjesë e hetimeve. Po pra, kjo strukturë tani ka hapësuar në gjë, apo aty njerëzit janë të qetë dhe vazhdojnë jetën në tyre duke shërbyer kujt lind pyetje pastaj. E di pse ta vi të pjesë, e kam drejtuar edhe tek ekspertët më të mirë të IT-s, që operojnë jashtë dhe jo vetëm në Shqipëri. Dhe ata thonë, duhet një restart, duhet një punë që duhet përqendrohet për ta minimizuar, për ta kputur këtë zinxhirin. Po ky zinxhiri duket se është i shpërndar në shumë institucione. Prandaj pyes, a kemi ne informacione për mënyrën nëse është investuar për të prerë këto? Duke qenë se ky zinxhiri ka qenë një zinxhir i gjatë dhe ka lidhur shumë institucione bashkë, të ndërhysh në mënyrë drastike me njëherë të këtë gjithë, mund të krijonte një lloj ngeci, një lloj problemi të funksionimit të institucioneve të shtetit. Ndaj kam përshtypjen këto do vinë gradualisht, pra me vendimet e gjykatës, po me provat, me vendimet e gjykatës që konfirmojnë ose që miratojnë ose kërkesat e prokurorisë së posaçme dhe që të shkohet pastaj me vendimarrjet përkatëse për ta rikthyer standardpreva pak më parë, për ta rikthyer deri ku mund të shkojnë me atë se çfarë ka thënë Daniel Shima që ne kemi konsideruar si personin kyç. Ne, në intervista që kemi realizuar me juristët dhe me avokatët që e njohin dhe e kanë ndjekur. Pra, po them që të gjithë te Akshi akoma, sepse Daniel Shima ka thënë që edhe drejtoria aktual që është u vendos pasi ikun Zjan Karçanej, Igli Tafa është person i Ermal Beqirit. Ermal Beqiri ndodhet në Arrati, sepse është me kërkesë është kërkohet nga SPAK për të arrestuar si pjesë e grupit kriminal. Dhe po ashtu thoshte Daniel Shima, edhe një vajzë tjetër e cila ishte te Akcesku, ishte po personi Ermal Beqiri. Pra, duket se rrenjët e tij janë akoma në këto institucione dhe po ashtu vazhdojnë hetimet, do të ketë zhvillime si sa i përket, po them DSIK-s, patjetër se si janë dhënë këto, por edhe të institucionet të tjera që po i cilësojnë të shërbimeve sekrete apo që kanë një lloj natyre funksionimi më diskret. DSIK-ja se shiko, ti je gazetar i vjetër në profesion, Jon Mosh. Dhe çfarë po dua të them është që ne kemi qenë të absolutisht është bërë pjesë. Jo, ne kemi thënë nga diskutimi që këta nuk hyn dot deputetët sepse nuk janë të certifikuar dhe nga ishte krijuar kjo ideja e saj që kjo certifikata është një gjë që edhe ke deputetët kursehet sepse jepet me shumë që i takon me ligj, tek ideja që shiko tani se kjo është pa problem, hym i marrim këto dhënat. Janë përdorur, jo thjesht, janë përdorur për të shpërdorur si një lloj mekanizmi për të shërbyer këtij grupit të strukturuar kriminal. Dhe patjetër, po edhe DSIK, dhe patjetër
që bëhet pjesë edhe që duhet hetuar në fakt në këtë aspekt, sepse patjetër do ketë komunikime dhe të gjithë nga vetë personat të cilët kanë qenë në DSIK ka patur akuza që edhe po them është përdorur ky institucion pikërisht në shërbim të grupit strukturuar të Akshit. Dhe logjikisht veprimet ta tregojnë që ti je, sepse je pjesë e këtij grupit, sepse jep certifikata, aty thuhet që përdori, pra edhe Zonja Karçanaj në dosje thuhet që përdori Zonja Karçanaj dhe Deli Bashi, ish zëvendës drejtori isha tjetër, kanë përdorur certifikatat e sigurisë si mekanizma përjashtimi. Po tani është e qartë gjëja, apo jo? Thubi. Jo, parimi është shumë i thjeshtë. Më thënë, ti do hysh në tender. Një nga kriteret për ty në tender është që të kesh certifikat sigurie. Po, kaq. Ti ke certifikat sigurie, unë kam certifikat sigurie, kolegu nuk ka certifikat sigurie, unë fitoj tenderin. Logjika është e thjeshtë. Si tani japin këta kështu? Ne kemi ka formular aplikimi DSIK për të marrë certifikatin e sigurisë, dhe problemi nuk është ke aplikimi, problemi është ke parametrat që me cilat DSIK vendos ta njohë, ta jap certifikatin e sigurisë apo jo. Dhe këtu është diskutimi, shtrohet diskutimi që ka pasur apo nuk ka pasur vullnet për të përdorur dhënien ose mosdhënien e certifikatës si mekanizëm për të përjashtuar njerëzit nga tenderi ose firmat subjekt nga tenderi. Sepse certifikata, keni parasysh një gjë, certifikata DSIK-s është certifikat që shohet për periudha. Nuk është një certifikat që ti e merr sot do ta rimarrësh më do bëhen verifikimet her pas here, për Jo, është një periudha 4 disa vjeçare, nëse unë nuk gaboj. Dhe marrja e certifikatës, jo vetëm që të garanton ty mundësinë për të marrë pjesë në disa tendera rregullisht, por përjashton dhe konkurrentët nga tendera të tjerë po kaq rregullisht. Do thotë, nëse ti nuk e merr dot certifikatën e DSIK-s, ti nuk përjashtohesh vetëm nga ky tender, përjashtohesh edhe nga disa tendera të rradhës që do të vinë pas 6 muajsh, pas një viti. Kufizohet rrethi atyre që mund të jenë konkurrent mundshëm në tendera nëpërmjet një mekanizmi që është mekanizëm i përdorur apo i keq përdorur. Ka pat, sipas burimeve, pra nga disa denoncime që na kanë ardhur, të pa verifikuara deri më tani, por vlen në nivelin e denoncimit që ka patur edhe skemat të tilla në DSIK. Pra, për të marrë përgjigjen për një aplikim, për një certifikat sigurie, qoftë industriale apo personale, ka një afat kohor deri në 120 ditë ku institucioni do duhet të shprehet nëse e merr apo nuk e merr. Dhe ka patur raste, sipas informacioneve, që kalohet ky 120 ditë me qëllim dhe nuk shprehet DSIK, as po, as jo. Dhe ti si person, apo ti si subjekt, si operator, mbet do më thënë që as nuk bën dot kërkesën, as nuk bën dot ankimimin, apo të ndjekësh procedurat e tjera administrative se për ta marrë këtë. Po për 3 muaj, ka përfunduar afati i tenderit i cili ka qenë i hapur. Më kupton, dhe kështu që përjashtohesh ose për personat të cilët kanë pasur interesat e tjerë, jo thjesht vetëm tendera, humbin vendet e punës apo mundësitë e tjera të cilat kanë. Dhe të gjitha këto kanë funksionuar në këtë institucion. Ndërkohë, thuhet që fraksion është edhe ASHK-ja, pra çështja e pronave. Edhe kjo agjenci është zakonisht e rëndësishme. Dje, Biles, më tha nga një avokat që Akshi dhe ASHK-ja kanë qenë 2 momentet ose ku ka qenë i përqendruar ky grupi strukturar kriminal për shkak të parave dhe të interesave. Dhe nuk di ta them saktësisht, prandaj po them që u tha nga juristët dhe është në kuadër të rrajës së mendimit apo të fakteve që kanë dalë deri tani dhe të analizës. Kur themi këthupi fraksioni dosjes Akshi është edhe çështja e kadastrave, hipotekave për popullin. Çfarë do thotë, si duhet jetë hetimi dhe sa kohë merr ose çfarë rëndësie ka fraksion në hetime? Një parasysh një gjë, fraksioni është... Se kemi dhe shumë denoncime, për të tërësim pronash e tjera që bëhen publike. Ajo që diskutohet publikisht në raport me dosjen e Akshit është që një pjesë e veprimtarisë të brendshme në Akshi është përdorur për të ndërhyrë në atë që është sistemi ASHK-s. Po. Tani, sistemi ASHK-s, dhe kjo është një veprim tjetër kriminal. Kur bëhet një ndarje e dosjes, nga dosja 9 krijohet një fraksion që është një dosje B. Presupozohet që të njëjtit persona kanë krijuar përveç qëllimit kriminal fillestar që është përfitimi i parave nga tenderet e Akshit, kanë dhe një veprimtari tjetër kriminale. Duke qenë se kjo veprimtari kriminale mund të hetohet veçmas, dosja ndahet.
të krijohet një fraksion dhe kjo dosje ndahet dhe hetohet veçantë. Se nuk hetohet bashkë me dosjen kryesore. Dosja kryesore mund të vazhdojë procedurën e saj, të shkojë në gjykat, të vazhdojë procesi gjyqësor, dënohet, ndërkohë që hetimi për pjesën tjetër, për veprimtarinë tjetër kriminale vazhdon. Dhe në rastin konkret, fakti që ka një ndarje të dosjes ndërmjet ASHK-s dhe Akshit, tregon që në raport me ASHK-n, veprimtaria kriminale është ka të tjera qëllime, ka të tjera produkte dhe ka të tjera përfitime. Dhe kjo dosje do të vazhdojë të hetohet pavarësisht se ç'ndodh me dosjen kryesore që është Akshi. Në fund ditës prokuroria do të vendosë në raport dhe me ecurinë e hetimeve nëse do t'i mbajtë të veçuara dosjet apo t'i bashkojë prapë të çuar në një procedim të vetëm gjyqësor. Por fakti që këtu diskutohet për ndërhyrjen në sistemin e Akshit, jo më kot ne kemi thënë gjithmonë që Akshi është sistemi më i rëndësishëm informatik që ka Republika e Shqipërisë, sepse me Akshin ndërlidhet pothuajse çdo veprimtari e institucioneve tjera. Qofse ti sot do futesh në e-Albania, ti nga e-Albania bën pothuajse çdo veprim të mundshëm, duke filluar nga tatimet, pagesa e faturës energjisë elektrike, pasuria, certifikatat familjare, notat e fëmijëve. Dhe nëse ti ke akses tek Akshi, ti mund të kontrollosh jetën e çdo individi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Dhe mund ndërhysh në jetën e çdo individi. Që do thotë të probleme që ne na ka rënë sistemi i sigurisë dhe për shkak të sistemit të sigurisë pastaj ne janë cënuar gjithë to gjërat e tjera që janë sekondare. Kuptohet që një grup kriminal nuk ka interes të hyjë certifikata e notave të time bie, por ama mund të ndërhyjë pasuritë e paluajtshme. Dhe mjafton që në sistemin e Akshit në sistemin e ASHK-s ti të zhdukësh dokumentacion, se dokumentacioni në ASHK ruhet edhe elektronikisht edhe fizikisht. Por zhdukja e dokumentacionit elektronik cënon pastaj gjithë procesin që lidhen me atë pasuri caktuar, ose fshin gjurmë në raport me atë pasuri caktuar, dhe do duhe një kontroll në raport me atë pasuri me dokumentacionin fizik që ti të provosh ekzistencën apo mos ekzistencën e pasurisë. Po ndërkohë, gjithë dokumentacioni që prodhohet në ASHK është dokumentacion elektronik. Ti sot certifikatën e pronësisë ke certifikatë elektronike, karteli pasurisë ke kartele elektronike, që do të thotë nëse ti do duhet bësh transaksione, ti i bën thjesht vetëm nëpërmjet sistemit. Dokumentacionin fizik të depoziton një moment më dytë. Dhe kur prona shtet? Po mjafton më të fshish pasurinë, ke një pasuria 10 fraksion 1, ti e kalon nga shtet në pasuri private. Ndërkohë ka dalë kartela e pasurisë dhe certifikata e pronësisë, ti mund ta tjetërsosh. Dhe sa kohë që të hyet në ASHK për gjetur dokumentacionin fizik, janë krijuar pronarë të rinj për pasurinë, pasuria është ngarkuar, krijojnë probleme civile dhe hajde ta zgjidhësh. Dhe kjo në fakt ishte, pra, po të shikojmë dosjen e fundit që u publikua kur sekuestruan pasuritë, ishte që nuk korespondonin të dhënat me regjistrin e noterëve me regjistrin e kadastrës. Pra, kishim tjetërsinë të pronave aty. Ishte e qartë gjë. Dhe sigurisht, kur kjo është evidentuar, kjo është bërë në një fenomen. Dhe ne, 6 shqiptarët kanë 35 vite që vujnë nga këto përplasjet. Dhe ti shtohet edhe një rast tjetër ose një fenomen tjetër, edhe pastaj ky është fenomen se këtu ka një problem, ne nuk e dimë madhësinë e fenomenit. Po pra, ne duket sikur kemi vetëm indicje përpara një skandali të mundshëm. Ose kemi të prekshëm ende, po. Nuk kemi gjendje ta sot ta provojmë se sa janë për masat. Besoj që edhe nga ana praktike është e vështirë ta arrish deri ke limiti ose sasia, sa ka qenë ndërhyrja që është bërë në pronë. Thuaj faleminderit. Nësi. Faleminderit, Glen. Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Ju uroj një fundjavë të këndshme, shihemi të hënën orën 10.